sot do të flasim tek fëmijët, do të flasim për një çrregullim të shëndetit mendor e ku shumë herë edhe ngatrojmë apo ne si shoqëri e identifikojmë si sëmundje, ku në fakt nuk është sëmundje, është një çrregullim dhe bëhet fjalë për autizmin. Do të ndalemi tek autizmi tek fëmijët, pasi që psikologja që e kemi në studio, të cilën e përshëndesim Arta Abazin, ta përshëndetit dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe që ke pranuar me ardh. Është pikërisht Arta edhe psikologe që mirret edhe me edukimin edhe me sjelljen pikërisht tek mosha 2 deri në 6 vjeç, tek fëmijët e prekur me autizëm, tek ky lloj çrregullimi që edhe do të na tregon se çka ndodh saktësisht me fëmijët, si ndihen ata, si duhet ne të reagojmë dhe natyrisht si ndihen personat që kanë fëmijë apo të afër të prekur me autizmin, sepse jo rrallëherë edhe ndikohen emocionalisht, nuk ndihen mirë, kanë frikë apo edhe mërzi nga më të ndryshmet që edhe mundet me i ataku. Se fillimisht edhe një herë po e kujtojmë, do të thotë autizmi nuk është sëmundje. Po. Është shumë e rëndësishme pjesa kjo që ti veç e ceke që nuk është sëmundje, është çrregullim, edhe mu vjen keq shpesh kur e dëgjoj edhe te profesionist nganjëherë kur e prezantojnë si sëmundje, është normalisht është termi gabum. Autizmi është çrregullim neurozhvillimor i cili karakterizohet me vështirësinë komunikim, verbal dhe jo verbal, me ndërveprim social, me sjellje të përsëritura të cilat tek ne si profesionist njihen si stereotipi ose sjellje të vazhdueshme të një fëmijë i cili është veç i prekur me këtë çrregullim. Normalisht si çrregullim shajat e para fillojnë shumë herët. Mund të themi me 12 muaj, po edhe më herët, mundemi ne mi vrejt edhe... para moshës 1 vjeçare veç mundemi me vrejt që fëmija është i prekur nga këto çrregullime. Po, pjesa e diagnostifikimit normalisht merr kohë edhe do të shikohen, analizohen vlerësimet, do me thonë vlerësimi do të me qenë multidisciplinar, normalisht duhet besoj 2 vjet, 1 vit e gjysmë, veç mundem me dhonë nështë ajo të plot, po paka shumë shenjat mund të dallohen. Cilat janë shenjat që mundemi me vrejt para moshës 1 vjeçare të prekurit? Çfarë sinjali, çfarë sjellje bëjnë janë fëmijët? reagimet ndaj stimujve. Sidomos pjesa e kontaktit, sa një fëmijë mrin me përcjell, me reagu ndaj prindit, ndaj buzëqeshjes Si bëjmë kryesisht një fëmijë i prekur me autizëm nga një fëmijë që nuk është i prekur nga autizëm? Një fëmijë i prekur me autizëm nuk mbrin me përcjell, me mbajt gjatë kontaktin me sy me tjetrin. Dhe e lëviz, e largon. Nuk e mban gjatë pjesën e kontaktit me sy. Mandej është shumë e rëndësishme pjesa e imitimit, pjesa e ndërveprimit, pjesa e lojës. Muj me thonë që të pjesa e lojës nështë është faza e parë kur na mundemi vetëm me vrejt shenjat e para të autizmit, që një fëmijë mënyrën se qysh lun me një lodër, ose mënyrën qysh ndërvepron me personin tjetër. Për shembull, një krahasim ta bëjmë një dallim për me mujt me kuptu prind. Po, për shembull, një fëmijë i cili veç është i prekur me spektrin e autizmit, nuk mban kontakt, do të thonë përsëris pra kontakt të gjallë me sy, me prindin, nuk than buzëqeshjen kur prindi ja jep, nuk arrin me qëndru afër prindit ose personi tjetër që provon me lujt me ta, zakonisht shmangin kontaktin, shmangin pjesën e ndërveprimit, tentojnë të luajnë loja specifike, vetë të mbyllur, zakonisht prind në fillim thonë ose është po i vjen mare, ose është vetë është tipi ma i mbyllt, po kur një fëmijë veç është i prekur me këtë çrregullim, këto shenja janë ma të theksume. Më thonë, ka një karakteristik ndryshe të lojës, konform moshës edhe moshatarëve cilët veç duhet fillojnë shajat ose mënyrën e lojës si përkon mosha. Zakonisht kanë specifika që
fiksi ose fiksime që I njohim na në termet tona kështu si profesionist është pjesa që zakonisht fëmijët ose fiksohen me një lodër caktume, nuk dëshirojnë me u ndryshu rutinat, tentojnë vetëm me një rutinë ose me një lojë që ata ndihen më rehat, momentin që ajo pengohet ose tentohet nga tjetri që të lunë ose të ndërhyjë në lojën e tij, fillon të irritohet, largohet, distancohet, nuk është që I pëlqen shumë prezenca tjetër. Do të janë deri në moshën 1 vjeçare që mundemi me vreqë dhe vazhdojmë pastaj. 2 vjeçare, 3 mund të themi pjesa e familjesë së hershme. E tek mosha 4, kur veç e ka të folurin, 3, 4, 5, po, vrehet edhe në të shprehur, në të folur. Pjesa e të folurit fillon edhe më herët. Zakonisht një fëmijë mund të themi fjalët e para veç I ka para moshës 1 vjeçare ose pjesa kur fillon imitimet ose tingujt ose fillon më herët, mandej pjesa mosha 2 vjeçare fëmia veç do të filloj të lidh fjali, të komunikoj, edhe aty vetë se dallohen shenjat e para kur një fëmijë nuk arrin të komunikoj, mandej përveç komunikimit I rëndësishme është edhe gjua receptive, pjesa të kuptuarit, kur një fëmijë nuk arrin të përcjell një udhëzim, qoftë nga prindrit, qoftë nga personat cilët ai ka kontakt, ose të reagoj namër, kjo pjesë është shumë e rëndësishme, zakonisht fëmijët nuk reagojnë namër kur dikush I thirr ose prindi ose persona tjerë që qëndrojnë afër ti. Shpesh herë prind fillojnë dyshimet mos nuk po dëgjon, ose dyshime tjera, por kjo tek çrregullimi nuk qëndron, është një nga karakteristikat që fëmijët nuk reagojnë ndaj emrit, nuk reagojnë ndaj stimujve. Do të thotë edhe me çrregullimet e autizmit fëmia nuk reagon edhe pse ndëgjon. Po. Nuk reagon kur t'i thret në emër, sepse ndonjëherë pa fëmijë prindrit mundën me ngatru që mos ndoshta ka probleme me dëgjimin. E vërtet. Po. Kjo ndodh shpesh, mund të themi në praktikat e përditshme. Pse ndodh kjo tek fëmijët? Çfarë lloji çrregullimit është ky autizmi? Autizmi është rregullim neurozhvillimor, domethënë I cili direkt atakon pjesën e ndërveprimit, pjesën e komunikimit. Domethënë është karakteristikat e autizmit janë pikrisht këto vështirësi që shfaqen qysh nga familja e hershme. Edhe shpesh herë mos intervenimi I hershëm den me sjell edhe vështirësi normalisht në këtë mes ata që kanë barën më të madhe janë prindrit edhe mos informimi I prindërve rreth këtij çrregullimit çon deri mund të them deri të humbja e viteve të para të mos intervenimit që janë shumë të rëndësishme. Për çfarë janë të rëndësishme? Janë të rëndësishëm për mënyrën se si fëmia mund të ndërveproj në raport me tjerët, si ai mund të kërkoj, si ai mund të jetë prezent kur është pranë tjerëve. Me sa po e kuptoj si më të vegjël më lehtë e akceptojnë edhe e kuptojnë se si. Ndërhyrja dhe intervenimi I hershëm është shumë I rëndësishëm, për arsye se ndihmon që mandej të kapin ritmin ose nuk mund të themi që ai mund si moshatarët të arrijnë ndoshta që të realizojë gjitha detyrat ose momentin që ai veç është pjesën I kopshtit ose mandej shkollës, është shumë më vështirë një fëmijë kur nuk I është ofru trajtimi I duhur edhe kalon direkt në shkollë ose në kopsht, pjesa adaptimit edhe pjesa se si mundet me ndërvepru me personat e tjerë, këtë rast me moshatarët është normalisht është më e vështirë. Po nuk muj me thonë që nuk është e arritshme, por është shumë e rëndësishme që
prindërit të vëdësohen që intervenimi i hershëm është shumë i rëndësishëm. Trajtimi i dur, për mos me thonë trajtim, por sjellja e dur e këtyre apo ndaj këtyre fëmijëve me autizëm në moshë të hershme, sepse aty është pikërisht edhe ajo piknisja, është më e vështirë pastaj kur shkojnë në kopsht ose në shkollë për me edhe me ndërvepru me bashkëmoshtarët e tyre. Por ku duhen me u drejtu prind për me u informu më mirë, cilat janë ato metodat apo praktikat që ofrohen në vendin tonë në Kosovë, se besoj që edhe je informuar. Është shumë e rëndësishme për shkak që pjesa kyçe dhe aty ku fillon gjithçka, para se normalisht po flas në këtë rast kur një prind nuk është i informuar ose një prind nuk i ka pa këto shenja ose thjesht i neglizhon është ose i arsyeton me terme tjera që veç është i vënshëm, i duhet kohë ose bën krahasime, dikush prej familjarëve ka qenë kështu, ka fol ma vonë, mandej kur ti bën 3 vjet, 4 vjet, është ajo pjesa e hapësirës që i jepet, që janë shenja që nuk dohet mu neglizhu. Çka është e rëndësishme edhe nga përvojat praktike dhe të përditshme, për ne është shumë e rëndësishme edhe psikoedukimi, edhe informimi i prindërve, i cili duhet të filloj qysh nga kopshtët. Kopshtët e luajnë një rol shumë të rëndësishëm, sidomos në informimin e prindërve, edhe mënyrën se si ata i drejtojnë. Çdo herë po flas në rastin kur një prind veç nuk i ka pa shenjat e para ose ka mohu, çka mund të themi është që ka prind që edhe pse fillojnë trajtimin, qëndrojnë gjatë në fazën e mohimit, edhe kjo pjesë është një rëndesë shumë e madhe në aspektin psikologjik edhe në aspektin, mund të themi, këtu lidhet mandej pjesa e ankthit, depresionit, ajo pjesa që prindje ka shumë vështirë me pranu që do dalësh këtu pikërisht Arta, ndonjëherë nga dashuria e madhe që kemi për fëmijët tanë, për të afërmit tanë, ne nuk dëshirojmë ta pranojmë realitetin. Edhe duke e anashkalu, duke u mundu me injoru, mendojmë që largohet problemi. Duke harru faktin që ai problem se po thellohet, apo siç e thot populli po trashet më shumë. Kështu që më duket, besoj pajtohesh me mua që ballafaqimi fillimisht me veten tënde, që të flasim me veten tonë që kjo është reale, është diçka që po ndodh me të afërmin fëmijën ton, dhe për të mirën e tij ne duhet ta pranojmë këtë realitet, edhe të ballafaqohemi, sepse sado që ne e menjanojmë apo s'dojmë me pranu, ajo ekziston. Dhe herët avon do ballafaqohemi pastaj me vështirësime të mëdha. Po ashtu ti edhe punon, e ke edhe qendrën ku edhe veç quhet filloj edukimin. Dhe si mundemi me fillu me u eduku për me u sill me fëmijët e prekur nga autizmi? Jo rastisht e përmenda edhe kopshtin, si një prej institucioneve, mund të themi shumë të rëndësishme, shumë i rëndësishëm, sidomos në momentin kur edukatorja ose fatkeqësisht themi në kopshtet tona nuk është që është prezent psikologu ose janë shumë pak kopshte që veç e kanë psikologun. Pra nuk janë të trajnuar si duhet. Mund të themi që psikologu i kopshtet edhe edukatorët mund të dallojnë, ato mas mirë të e dinë zhvillimin edhe fazat e hershme, stadiet e zhvillimit një fëmijës edhe atë se çka përkon me moshën ose pjesa e zhvillimit se duhet të sillet një 1 vjeçar ose një 2 vjeçar. Edhe edukatorja mundet t'i dalloj shenjat e para, nëse veç prindi ma herët nuk është që i ka identifiku, ose thjesht i ka mohu, nuk ka dasht mi pranu, për shkak se në momentin që një prind veç fillon me mendu që diçka nuk është u shku me zhvillimin e fëmijës, mandej është pjesa që ai fillon të thehet, nuk nihet mirë emocionalisht, edhe nuk është i gatshëm me pranu. Kur një prind është në këtë gjendje, normalisht duhet ndihmë e profesionistëve. Dhe kur një kopsht e informon prindin që
nuk të shku diçka me fëmin, ose nuk po përfshihet në aktivitetet, ose ka këto sjellje, mënyra e komunikimit, edhe personi i cili ja përcjell, normalisht do të me pas shumë kujdes. Zakonisht çka ndodh për praktikave të përditshme është që edukatorët ose kopshtet thonë që na i kena kallzu, po adin nuk po dojnë me pranu edhe refuzojnë. Nështë është e mënyra e të kumtimit të asaj që fëmija juaj është, dyshojmë se është i prekur, sepse ka ndonjëherë edhe momente kur edhe nuk din ta thonë, ose e thonë shumë vrasht, për shembull, ky fëmijë ka autizëm që për prindin. Psikologët nuk duhet me diagnostifiku. Është e rëndësishme që ato me drejtu, mi tregu që ju doni me dërgu, qofte psikologi klinik, qofte neuropsikiatri, duhet t'i bëhet vlerësime adekuate për me ditë tamam gjendjen. Çka e lehtëson shumë është që edhe ato me qenë të informume. Fatkeqësisht në praktikat e përditshme, çka unë e shoh është edhe mos informimi i edukatorëve. Nuk po flas për gjitha kopshtet, po me disa prej kopshteve të Prishtinës që mu veçëm ka rastis me bashkëpunu, kom pa një mungesë të informimit rreth çrregullimit. Besoj që te Ministria e Arsimit apo kush është edhe kompetent do ta fus në plan programin e tyre që trajnohen të gjithë edukatorët. Nuk mundi me thonë që nuk ka zhvillim në këtë pjesë, ka iniciativa shumë të mira që janë edhe pjesa asistenteve, po është shumë e rëndësishme që këto iniciativa edhe këta persona cilët vicertifikohen edhe marrin një detyr, një rol që shumë i rëndësishëm, me qenë të përgatitur edhe me mund të themi që në kopshte fillon gjithçka. Jo rastisht unë e kam vendos filla education është për shkak që tek vitet e para aty fillon gjithçka. Edhe pjesa e gjithëpërfshirjes. Nëse një edukatore nuk është vetë ai personi që e bën gjithë përfshirjen, është shumë vështirë që ajo t'i edukoj fëmijët kur është e pa përgatitur. Si e japin, e kumtojnë dyshimin e tyre se fëmija mundet me qenë i prekur prej autizmit. Do doja të ndalesha pikrisht tek kjo, a ka ndonjë sjellje e jonja që mundet me e vështërsu funksionimin e fëmijët me autizëm, e ne duke menduar që ndoshta po e bëjmë të mirën që ti e ke hasur gjatë edhe punës tënde. Çka është e rëndësishme është pjesa e pranimit edhe mos paragjykimit. Ne e dim se si shoqëri këto janë ndoshta dy luftat më të mëdha për shkak që ndoshta edhe si mos ekspozimit ma herët të personave cilët veç kanë fshehje se shumë kanë qenë të prekur me një lloj çrregullimi. Kjo ka ndikuar që mandej në momentin që një person veç u taku për herë të parë me një person i cili është i prekur me çrregullimin e autizmit, me pas reagime të ndryshme në momentin që e sheh një sjellje ndryshe prej, qoftë tash në këtë rast po flasim për fëmijët, qoftë prej fëmijëve tjerë, po dhe një rritur me autizëm i cili shfaq ndryshe ata që e ndjejnë, ose pjesën e emocioneve, ose pjesën e komunikimit, ma herët i përmenda edhe sjelljet përsëritse ose stereotipit, cilat janë veç një ndër karakteristikat që fëmijët me autizëm e kanë. Po janë pjesë të çrregullimit, edhe në momentin që një person veç e sheh një fëmijë cili i ka ma të theksuar ato sjellje, fillon me reagu ma ndryshe, ose me pa ndryshe, ose çka po ndodh. Edhe këto reagime janë pikrisht për prej mos informimit. Pse e përmenda kopshtet, normalisht roli i edukatorës është shumë i rëndësishëm, po ajo në klasë nuk i ka veç dy nxënës, ka një numër të madh të nxënësve që normalisht që për secilin duhet edhe kujdesi veçantë.
është pjesa e aktiviteteve dhe planeve të përditshme që i kam. Po çka është më e rëndësishmja është që me qenë të informume për karakteristikat e një fëmiu me autizëm. Çka e dëmton, për shembull, nëse sillemi vrazhda, duhet të sillemi më rrept me ta për me kuptu, duhet të sillemi më ëmbël, më butë, apo duhet njëjtë sikur çka është e rëndësishme është që secili fëmijë ka karakteristikat e veta. Secili fëmijë është ndryshe prej tjetrit. Po flas për fëmijët të cilët janë veç të prekur ose janë pjesë e spektrit të autizmit. Çka është e rëndësishme është që ata të cilët kanë kontakt me të kenë informata, qoftë prej prindit, qoftë prej psikologut, ose shpesh fëmijët që marrin trajtim të psikologët, ose ergoterapeut, ose logoped, ata normalisht kanë një plan të veçantë, kanë një plan të punës, një plan të sjelljes, edhe që ato informata mu përcjell në kopsht, prindi me qeni informum. Mandej është shumë ma letë që dhe personat e tjerë me ju qasë. Momentin që një prind është informum edhe e din, e një karakteristikat e fëmijës të vetë, e din pse e bën një reagim të caktuar, është shumë ma letë që ai mja spjegu tjetrit, mi tregu që çto e bën për çet arsye, ose po don marrë me të përqaf, po çështu pe shpreh dashnin, ose ka momente për shembull kur të rriturit e thonë për shembull që ka i smuta, apo kupton është e kupton ai fëmia me autizëm që po i tretuar me fjalën, po flas për moshat 5-6 vjeç kur janë pak më. Fëmijët me autizëm ndjejnë, ata ndjejnë dashnin, e ndjejnë mërzin, ndjejnë çka do që tjetri i ofron. Normalisht që shfaqen mënyra të ndryshme që neve mund me na bu me kuptu, ose persona cilët nuk kanë informacion, mund mi bu me kuptu që ose nuk e merr vesh, ose po unë pi foli, kës pëm foli, ose s'pëm këshyr. Po është pikrisht që to janë karakteristikat e autizmit. Është mënyra se si ai është ma ndryshe të themi, por më i veçantë. Është po nuk duhet me qenë ndryshe prej të tjerëve. Te pjesa e trajtimit. Trajtimi ose qasja duhet me qenë e barabartë. Pse jo rastisht se në shtapi bjanë më përsërit, po për mua shumë e rëndësishme pjesa e kopshtëve është që një edukatore momentin që bën gjithë përfshirje dhe i edukon brezat e ri që ata kanë murit, nuk kanë me paragjyku një person që e shohin rrugë se jënë të informum, kur edukatorja informon për karakteristikat e shokut tynëve, ose shoqës tynëve të klasës, është shumë ma e lehtë dhe kështu mendoj që bëhet gjithë përfshirja. Dhe kjo do të ishte shumë më e drejtë dhe më e saktë. Por në familje, sepse jo që të mund vetëm në kosht, por kur jemi në familje, pak edhe më të largët, ashtë, hala, tezer, dajt. Ne në fillo kemi programin e psikoedukimit që nuk ofrohet veç për prind, po edhe për anëtar tjerë. Në rastet kur fëmia veç jeton bashkësi, është shumë e rëndësishme që mu përfshi edhe gjyshrit, edhe hala, edhe tezja, edhe kushdo që fëmia ka kontakt të përditshëm. Çfarë ju rekomandoni për shembull gjyshërve, familjarëve tjerë? Pjesa me gjyshër më me thonë që është pjesa më e vështirë. Normalisht që është pjesa është mosha, prind gjyshrit nuk e kuptojnë dhe është shumë e vështirë mund të theme kur ne kemi një kontakt me gjyshrit, se janë shumë kategorik, mohojnë shumë, e shohin se jo e bën, i kalon, ose ka pas raste kur edhe ju ka drejtu juve të spodin kur gjohë, se një pim vesa ime është kështu ashtu nga dashuria e madhe që e kanë. Po ka raste, po ato mund me qenë vetëm në afekt, ma ndevi që kuptojnë, mund të themi që kemi gjyshët që janë shumë bashkëpunus, gjyshërit që punojnë shumë me fëmijët, unë po flasë në praktikat e mia të përditshme, nuk moj me generalizu me thonë që krejt gjyshërit janë shumë të mirë dhe ata mundohen me bu ma të mirën për ku ka më të mirë se gjyshrit e gjyshët i përshëndesim gjithë ata që po na dëgjojnë këto momente. Edhe unë shqytëzoj rastin i përshëndet krejt gjyshërit. Po, çka është e rëndësishme është që na gjatë seancave që zhvillojmë me fëmijët,
me pa tjetër, prind edhe gjyshërit ose kushdo që fëmija ka kontakt, janë pjesë e seancave. Po. Mund të themi që obligative e kanë në fillo minimumin i herë në mujt, po normalisht që hyrjet janë më të shpeshta. Një herë në javë, se të qysh, për prind që shohim që veç është fazë të mohimit ose nuk është i duhen më shumë informata, normalisht që ai vjen edhe çdo ditë ose sa herë që Sa gjasin këto seancat? Seancat janë 1 orë. Edhe normalisht që secili fëmijë para se të filloj trajtimin, një herë i kalon disa faza, që është nëse një fëmijë veç është i diagnostifikum, mandej është pjesa e përshtatshmërisë, mandej është pjesa e vlerësimit që i bëhet, mbas vlerësimit hartohet një plan individual i cili është pikërisht vetëm për atë fëmijë, për shkak se nuk Çdo gjë tregohet që është individuale dhe dallon nga fëmiu tek fëmiu. Secili plan nuk është që është i përshtatshëm për secilin, po më nej për një fëmijë e njëjtë, po është shumë individuale dhe qasja sidomos edhe te pjesa e sjelljeve, hartimi i planit sjelljes është shumë individuale dhe është krejt konform nevojave të fëmijës. Çka është e rëndësishme është që secili fëmijë që e ka një dosje, e ka i dërgohet një raport edhe janë informatat rreth ti, ato të përcillen te familjarët, te informohet, sidomos nëse veç është me asistente në kopsht, informohet asistentja, informohet kopshti, që gjithë bashkë ta kemi një qasje e cila është e njëjtë, edhe e cila, po flas te pjesa e sjelljeve, edhe e cila mund t'i ndihmoj fëmijës edhe mund t'ia lehtësoj pjesën e komunikimit me tjetrën. E vrim disa fëmijë që janë të prekur nga ky çrregullim, janë apo ne si shohim nga jashtë duken sikur më të mërzitur, më nervoz, më agresiv. Ka të bëjë kjo pikërisht me rrethin se si po sillen ndaj tyre dhe të shfaqin ata simptoma pastaj pak më agresive, më jo të qeta. Normalisht qasja ndaj një fëmijës që nuk komunikon mund ta vështërsoj ose mund ta sjellë deri në shfaqjen e refuzimeve, që jo domosdoshmërisht janë sjellje agresive ndoshta ndaj tjetrit, po është pjesa që nuk e kupton. Është shumë e rëndësishme që nëse një fëmijë veç verbalizon ose mbrin me kuptu udhëzime të qarta, mënyra e komunikimit normalisht duhet me qenë më i qartë. Fjalë të shkurta, të qarta, që fëmija të kuptoj çka ti je tu i thonë. Në momentin që na fillojmë me u qas ose me udhëzu, me fjalima të gjata dhe ai nuk mbrin me kuptu, normalisht që fillojnë mandej mund me qenë këto lloj frustrimet, po jo që është me dëmtu tjetrin, është krejt mënyra e komunikimit. Për këtë arsye vetëm e përmenda dhe më herët është pjesa e informimit rreth karakteristikave të fëmijës. Çfarë është? A është që fëmijë që mbrin me verbalizu, a është fëmijë që nuk komunikon verbalisht, po përdoret komunikim alternativ, që janë përmes librit komunikimit, ose piksit, ose fotografive, që fëmijës ja lehtësojnë më shumë me kuptu çka po don tjetri mi thonë. Kjo pjesë normalisht është shumë e rëndësishme edhe shpesh jemi në kësi situata ose këta që ti veç e përmende që edhe i karakterizojnë është ta fëmijët me autizëm, thonë. Është po mëne ju vendosin epiteta, ashtu që janë agresiv ose bujnë kështu, ose largohen. Ose edhe ka që friksohen se është me autizëm. Friksohen, po. Edhe kjo pikërisht kjo vjen për shkak të mos informimit. Persona të cilët nuk kanë informata rreth autizmit, rreth individit, kanë këto lloj reagime. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që na si profesionist, institucionet, psikologët, shkollor, psikologët e kopshtëve me informu
Përveç prindit me informu, me qenë gjithë përfshirja, jo vetë si term, për shkak se tash edhe afër jemi 2 prillit, edhe fillon kështu bëhet shumë gjithë përfshirja, janë këto terma që përdoren, kur shënohet veç dita, po në përditshmëri mandej është një realitet tjetër që është i hidhur shpeshherë, edhe çka unë mundohem me ngrit zanin edhe kisha pas shumë dëshirë, është që gjithë përfshirja mos me qenë vetë si term, po realisht mu apliku. Mu apliku, edhe natyrisht me u angazhu gjithë secili nga ne që të kuptojmë më përsa afërmi botën e fëmijëve, por edhe personave të prekur me çrregullimin e autizmit. Në fund fare, Arta, me atë sa ke ti informata, ka shumë fëmijë të prekur nga autizmi dhe si lindin fëmijët me çrregullime të tilla nervore? Fatkeqësisht në Kosovë nuk ka statistika të sakta. Janë shumë faktorë në shta që ndikojnë, është edhe që kjo pjesa e ekspozimit edhe nuk kemi tek qendra juaj që vinë edhe kështu me sa bisedon edhe she. Mund të them që është një numër i madh, jo vetëm tek ne, po edhe në qendrat, klinikat, në qoftë private, mund të them se shumica janë private, është një numër shumë i madh që vjen, po nuk dihet saktësisht, nuk kemi statistika. Çka është edhe pjesa muj me thonë, pjesa tjetër e vështirë është që nuk dihen shkaktarët e autizmit, a është i lindur, a është i fituar, është normalisht baza gjenetike, pjesa e mjedisit që mujnë me shkaktu po muj me thonë që çrregullimet tash nuk jam kompetente me fol te kjo pjesë, po unë i qëndroj bazës gjenetike mjedisore, po nuk dihen shkaktarët të autizmit edhe nuk mundem me thonë që është për këtë apo për atë po është për këtë edhe për atë, janë tubu studime, është hala është muj me thonë diskutabile edhe fakti kryesor se nga vjen. Çrregullim që lyp shumë hulumtim edhe vlerësim për me ditë tamam shkaktarët. Arta, faleminderit shumë që ishe me neve. Faleminderit juve për mundësinë, për bisedën. Ishte kënaqësi. Edhe për mua. Shpresoj të të kemi edhe herave tjera. Patjetër. Mirupafshim.